Jemi këtu në studio Musafirin për sot. Musafir për sot për te temave të përditshme të toksikllokut politik, sot visë masi është festa e Kurban Bayramit, sot në studio kam hozën e rum hozën e Nisrami. Rom hozë mirë se erdhën në emision. Emra fita mi se gjej, faleminderit shumë. Urime festa. Hozë, jemi lodha me toksiklak politik. Zakonisht fatkeqësisht na vjen për anën spirituale, anën shpirtërore dhe formimin dinjitetin e njeriut me fol vetëm në kësi festash. Çka është Kurban Bayrami për një besimtar? Çka është festa e sotit për një hozë si për një besimtar? Për te petë këtë hozës tjeshtë për një besimtar? Fillimisht, shfrytëzorazën qytetore e gjithë shikues të juaj për këtë festë madhështore, të rëndësishme për neve si besimtar, si musliman. Se përket asaj që ke pyetur lidhe me Kurbanin, Kurban Bayramin, për mua është diçka e veçantë nga shumë aspekte. Fillimisht nga aspekti historik, për shkak se rrënjët e kësaj feste janë thellë në historinë e njerëzimit, duke filluar nga Ibrahimi alayhis salam, nga një pejgamber që realisht gjitha fetë i referohen atij. Pastaj gjithashtu në kuptimin e ngjarjes, tash në të momentin ndodhin ngjarje madhështore për neve, në Haxh janë mbledh miliona besimtarë dhe ne së bashku qoftë në distancë festojmë së bashku me ata një ditë të një sakrifice, të një kontributi, të një madhrimi të Zotit kolektiv, dhe gjithashtu është një festë që Muhamedi alayhis salam e ka shpallur si të tillë për neve si musliman. Andaj nga shumë aspekte për mua është e veçantë dhe shënon diçka specifike veçanërisht në kohën e krizave sociale, në kohën e problemeve të raporteve njerëzore, shohim që vije Bayrami dhe na rikthen prapë në disa binar të natyrshëm që dikur kemi qenë më herët dhe ku ne jep një shpresë se ka diçka ende gjallë tek ne, po duhet pak më shpesh mi bëjë Bayrama, do takime që me ngjallë të ne atë shpirtin e raportit, ndjenjeve të përbashkëta edhe takimeve. Kështu që është diçka e veçantë që padyshim kemi për çka më gëzuar dhe për çka më uru. Hozë, thërja një kafshë për këtë ditë veçantë, për një festë veçantë sigur kjo, a është thjesht një urdhër apo ka të bëjë me simbolikën e thërrjes së një kafshë? Pe ikum hazin, po nalem të ajë konsiderohet si kurban. Si ka shumë polemika sot te kjo pjesë. Gjdo për neve Allahu, Zoti i gjithësisë, është autoriteti suprem. Çdo që vije prej tij për neve është e rëndësishme, e dobishme dhe e duhur. Na besojmë se ai është i gjithdijshëm dhe besojmë se ai është i urti. Dhe besojmë se ai nuk na ngërkon asnjë për të mundësive tona. Për te kësaj prapë Zoti i mënduar gjithçka ka bërë në bazë të urtësisë dhe në aspekt në realizimin të objektiveve të caktuara që duhet musliman të jetësojnë jetën e përditshme. Nuk ka në Islam asgjë të imponuar për shkak se autoriteti suprem po thotë kështu pa kuptim dhe nuk ka asgjë që është në dëmin ton apo për të mundësive tona. Në kuadër të kësaj hyn edhe Kurbani. Kurbani po është një urdhër i Zotit i mënduar për ata që kanë mundësi, edhe këtu shpërfaqet mëshira e Zotit ndaj të gjithë tjerëve që nuk kanë mundësitë. Qase nuk i ngarkon për të mundësive, nuk kërkohet me shku me marr borxh, me hi kredi, me lënë keq vetën, absolutisht. I përmbush kërkesat e domosdoshme, të natyrshme për ty dhe familjen, nëse mbetet diçka për Kurban e thënë, nuk mbetet realisht je i përjashtuar nga obligueshmëria. Në anën tjetër është një mundësi që ne ta demonstrojmë besimin tonë të parazirë në Allahun e mënduar. Për çfarë arsye? Për faktin se ka shumë aspekte që ndoshta mendja jonë, logjika jonë shumë më vonë aktivizohet, shumë më vonë i kupton të gjëra. Ne para se ta kuptojmë komplet me logjikën tonë, ne nënshtojmë me besimin tonë. Për faktin se e dim se Zoti i mënduar është i gjithdijshëm. A nuk vjen logjika në besim hozë? Si? A nuk vjen logjika në besim? Vyn për ta kuptuar urdhrin, por jo për ta justifikuar. Justifikimi mund të vjen shumë më vonë. Për shembull, sa gjëra të kaluara, për shembull, njerëzit i kanë pa të imagjinata, pa kuptim ta, apo ka arkuar tashmë është e pa kuptim të kundërt, me mohu optën. Andaj duhet të kuptuar se logjika në raport me shpallën çka është. Logjika në raport me shpallën nuk është konkurrent. Nuk është partner, por është mjet që i ndihmon njeriu me e kuptuar çka thot Zoti. Për shembull, unë e kuptoj se kur thot Zoti me thirr Kurbanin, e kuptoj. Që kuptim është realisht përpunim i mendjes time për ta zbërthyer në praktik një kërkesë hyjnore. Në anën tjetër, domethënë thërja është e qartë, është kërkesë hyjnore. Po, e qartë, normal. Kërkesë hyjnore është fillimisht e shoqëruar me shumë përfitime sociale dhe ndihmon në jetësimin objektive madhore që Zoti ka kërkuar nga ne në tërësinë e gjitha dispozitive juridike. Për shembull, Zoti ka kërkuar nga ne që ta ruajmë jetën, që ta ruajmë nderin, dinjitetin, që ta ruajmë njëri tjetrin, të kujdesim për një tjetrin. Na ka mësuar Zoti i mënduar që realisht edhe ta shpërfaqim përkatësinë tonë, kujt i takojmë, ku do të rreshtohemi. Dhe gjitha këto realisht shumë bukur manifestojnë përmes një kurbani. Për faktin se historikisht kush ka thënë kurban?
Ne shohim që nga historia e lashtë gjithë njerëzit më të mirë kanë dhënë kurban. Ka qenë simbol i devotshmërisë, ka qenë simbol i sakrificës, ka qenë simbol i qartësimit të gjërave. Bijtë e Ademit e filluan kështu. Do të thotë është simbolik për te një thirrje. Patjetër. Derës së gjakut është edhe simbolik. Cila është simbolika? Gatishmëria e njerit për sakrificë? Fillimet gatishmëria e njerit për nënshëm, ndaj Zotit mënduar. Jam i gatshëm në nënshëm çurt ushti. Ti thua shteri kurban, ta shteri kurban. Ti më thua tash të bëj këtë, ta xhiroj, nuk ka buk, nuk ka buk. Do besimi jam realisht tash tregon cilësinë e tij dhe qëndrueshmërinë e tij, për faktin se unë i nënshëm Zotit tëm para zerrit. Do të thotë kjo është një urdhër nga Zoti i Madh për me sfidu njeriu, me testu njeriu për gatishmërinë tina si sakrificë ndaj krijuesit? Nuk s'e më thonë për me sfidu njeriu, po për me shpërfat cilësitë e besimit. Cilësitë e besimit. Po, për shkak se nganjëherë ne për shkak kemi disa hapësi, po kemi të pa shpërfaqura. Ndoshta nuk i njohim mundësitë tona. Ke po kanë thëmë smuj, po e shoq po muj. Andaj Zoti xhalla xhelalu don që këto me i shpërty këto forca të besimit jashtë për treguar se shumë mund të bësh ti, edhe pse nuk e njeh. Besimi është një forcë shpeshherë e panjohur për neve, një forcë e deponuar po e pashfrytzuar. Andaj ne kemi nevojë që këtë forcë shpesh me testuar në përditshme për veten tonë, jo për Zotin tonë, nga Zoti din saktësisht cilësinë e besimit tonë, po ne kemi nevojë që ta kuptojmë se ky besim ka mundësi të na shpije në situata që ndoshta për ne kanë qenë të paparamenduara më herët e tash është e mundshme të jetojë. Zoti dihet që është i pagavueshëm, secili urdhën thatë dhe që nuk e ka rënuar njeriu më shumë sa si mundet me bë. Polemika së devulimi, zhvillimi i botës ka njerëz që kanë vëmshmëri për kafshët. E kanë konzervojnë barabart me një shpirt. Po du më nalë të kjo pjesë. Di që është një festë e madhe, po flasim për një pjesë në zëdërat që është pak ma hapur, ma lexuar dhe ka pikpyetje rreth zhvillimit edhe trendeve të reja botërore të televizjeve. Hoxh, a mund të bëhet kurban pa thirrje? A ka hapësinë te ky ritual të ketë evolim, s'pa them evolim, s'pësoj evolim, po nisam pikë shablonit si ushqyet. Me pas ndryshim ose zamendësim ndërmend të tjerë. Sa mund të ketë kurban pa thirrje? A mund të ketë kurban në forma të tjera? Kurban çka do të thonë? Kurban është të afrohesh tek Zoti mëndum. Do të bësh një vepër të caktuar që të afrohesh tek Zoti, ngritesh tek Ai, bëhesh taj më i dashur. Kjo është kurbani. Pastaj ky afrim tek Zoti manifestohet në forma ndryshme. Ka forma që Zoti i ka obliguar për njërin, dua që të më bish në këtë mënyrë, dhe ka forma që Zoti ka lënë të hapa për njërin, hajde që dush, kryesora është që të jetë motivi i besimit ai që shkruan të me ardhë kon. Kjo është shumë e rëndësishme kuptu. Tash, kurbani ku bën pjesë? Therrja ku bën pjesë? Bën pjesë të parën, jo në dytën. Për shembull, gjatë vitit mund të afrohesh tek Zoti për shembull me para, me aktivitet, me angazhim, me fjalë të mirë, afrohesh tek Zoti duke i bërë mirë njerëzve. Kur vjen Kurban Bajrami, këto Zoti ka krijuar një formë të posaçme të sakrificës që manifestohet në therrjen e kafshës, që realisht therrja e kësaj kafshë është edhe manifestim i besimit tonë në raport me Zotin, por është simbolik që ne në bazë të kësaj rreshtohemi ka njerëz e mirë që historikisht gjithmonë e kanë ushtruar një veprim të tillë në raport me Zotin e tyre. Kur i bie fjala te këto dilema që sot diskutohen, domethënë, në mënyrë që tash mendimi jam në bazë të leximit, procesës së situatës, mendoj që unë jo më zë të kanë cilë këtë tema. Kam shumë respekt për ju, andaj foli pa droj për të tema. Edhe po përmani pikpamjen time për këtë çështje në bazë të përcjelljes dhe vëzhgimit të dilemave të tilla që sot qarkullojnë në rrjetet sociale në libra të shumë të studime të caktuara kështu më radh, kontestimi i kësaj çështje, therrja e kafshën përgjithësi është një agjendë e caktuar, domethënë që tenton të shtyn përpara kuptime të caktuara në shpërputhje me besimin, apo që nuk është vetëm therrja e kafshës një nga ato problema që ata i ngritin, ka më shumë se kaq. Ka më shumë se kaq. Punojnë pikërisht te kjo. Sot masivisht është simbolika e kësaj feste. Po çka dua të them, nuk është nisma e kësaj dhëmshëria. Nuk është nisma e kësaj trajtimi i barabartë i kafshëve me njeriu, apo po ka diçka për te kësaj. Se në fillim njeriu ka sakrifikuar njeriu në emër të zotave të besimeve besnikëve të kalume. Ato realisht po për çfarë do manual te Gjeneza për këtë kundërshtar. Ja, Gjeneza sot është për shembull të din se ka lëvizje vegetariane, ka lëvizje të caktuara, se realisht jo vetëm te therrja, po shkojmë për te kësaj, domthonjë që e konsiderojnë krim, domethënë ngrimin e mishit, konsiderojnë ty pjesëmarrës në krim me kompanitë e përpunimit mirë të kësaj radhë. Këto janë agjendat njohura liberale, agjenda ateiste, që realisht shtyn përpara çështje të caktuara, sikurse ka edhe tjera probleme që i kemi trajtuar në të kaluarën. Po çka dua të them? Çështja e mishit, vëllai, kur njëri e thën mishin, çka është përfaqësuar? Kur unë për shembull e ha një copë mish lope ose një copë mish dele. Fillimisht Islami na ka mësuar se çka lejohet e çka nuk lejohet. Jo çdo kafshë lejohet me ngrohtë. Ajo që është e dobishme, ajo që është e përgatitur për këtë e ka krijuar Zoti. Prandaj ndëgjë, gjithçka fillon nga pika e parë që fillum. Nëse ato kemi qartë, këtë qartëson çrat. Kush është autoriteti suprem që përcakton çka më bë?
është Zoti më ndonjë, ai ka krijuar. Nëse ai ka krijuar kafshën dhe ka thënë e kam krijuar për ty o njeri, atë pse ne këtë dorë mos më pranu. Nëse Zoti nuk është pjesë e kombinimit, atëherë kalojmë në kombinime tjera. E kjo është agjenda ateiste, e cila përjashton Zotin dhe e bën tash njeriu që ai të përcakton realisht në jetën e përditshme se kush ku e ka pozicionin, edhe njeri po edhe kafsha. Andaj na besojmë se Zoti është krijuesi. Ai është autori suprem. Ai është i gjithëmshirshëm. Dhe ai ka lejuar që njeriu me ngrin kafshën dhe me thirr kafshën. Kur njeriu thirr kafshën vëlla Fidan, nga për te simbolikave që i përmena më herët, edhe në një aspekt shpërfaqet e përësie e njeriut ndaj gjitha krijesave tjera. Dhe kjo e kthen njeriun në faza të lartë të përgjegjësisë. Ti e ki përgjegjësinë e kujdesit për këtë botë, ndërtimit të kësaj bote dhe e ki e përgjegjësinë e shfrytëzimit ndaj krijesave tjera. Andaj, është normale me pa njeriu mbi kali, po jo kalin mbi njeri, apo se kali është i krijuar me i bajt njerin, jo e kundërta, apo ose për shembull është normal gomar me pa që e ke ngarku me dru, jo për shembull gomarin me fut në dhomë, për shembull. Për shkak se janë disa gjëra të natyrshme, Zoti ka krijuar dhe njeriu natyrshëm i ka zhvilluar. Tendenca për me thy këtë natyrshmëri dhe me shpërbë këtë natyrshmëri njeriu, është tendencë me shpërbë njeriu total. Do njeriu është i përbën nga brendia e tij, nga natyrshmëria e tij. Është e natyrshme me dosh babën, apo e natyrshme me dosh nonën. Nuk do të më qenë shkollë me të kallëzuar që me dosh babën. Pse? Po është e natyrshme. Andaj e natyrshme është me besu Zotin, e natyrshme është me ngrënë kafshën, e natyrshme është. Çdo ndërhyrje në këtë natyrshmëri është shpërbërje e njeriu në komplet duke filluar nga besimi i tij e pastaj nga gjitha. Përveç këtyre lëvizjeve liberale, të cilat thatë janë një pjesë të tyre ateista për shkak të krahasimit të zbarazisë së kafshës me njeriu, për te mbrojtjes të kafshës. Çka nëse njëra prej ato kryesore bëhet Zoti që don xhak. Cili është ky Zot që don xhak? Afrosh me të Zoti vetëm me derën e xhakut. Bili kun pak si polemika të ndryshme, video të ndryshme ku një fëmijë e pyet prindin për shembull thotë a don Zoti xhak, a pastrohet zemra vetëm me xhak. Andaj po ta shtroj si pyetje. Sot po duam të trajtojmë gjithë këto tema të cilat janë polemika kryesore sot në botën e sotme. Për te territorit tonë. Këto polemika që sot qarkullojnë në botën e sotme, fatkeqësisht nuk janë sinqerta. Për faktin se nuk janë gjithëpërfshirëse. Nuk mundna me konë për shembull këtu i dhëmshëm e këtu pastaj me konë ignorus totalisht situatës, apo. Për shembull, si mund të na dhimbsen kafshë që po therrën, edhe të heshtin përballë vrasjeve në Gaza të fëmijëve të uritur, edhe kudo qoftë në Ukrainë, kudo qoftë për shembull, apo. Të shohim për agresion, dhunë, uri, etje, e të mbesim indiferent. Ku janë këto lëvizje tash? Ku është kjo për shembull dhëmshmëri, apo? Tek mund nëse kishim i barazu fëmijët e Gazas me kafshët, do të kishte lëvizje më të mëdha globale. Lema se dihet që njeriu absolutisht nuk krahasohet me kafshën. Me çdo respekt për kafshën, duhet me rujt, më kujdes për to, po njeriu mbetet ai që është superiori, ai është në përsi, për shkak se Zoti për te ka krijuar gjitha këto. Andaj nga kjo piknisje duhet trajtuar çështën. Jemi të sinqert. Nëse është agjend, nëse është dëmshëri, është dëmshëri. Po duhet definuar gjërat dhe duhet dëmshëria të jetë gjithëpërfshirëse në të gjitha aspektet, po jo të jetë selektive. Kjo është e para. E dyta, se përket gjakut, Zoti ka përmend këtë qartë në Kur'an. Lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha. Te Allahu nuk shkon gjaku as mishi kurbanit. Ju duhet juaja. Te Allahu shkon devshmëria. Allahu shikon çka kon zemër, çka kon dorë. Jo çka kon dorë. Domthon, akti konsiderohet si kur pjesë e një adhurimit nga dëshmëria e sakrificës, jo gjaku dhe mishi. Absolutisht. Pse kush shkon mishi? Mishi nuk e gjuna në xhami, aty kon vjen Zoti natën e merr apo. Nuk e bëjmë kështu apo. As nuk kemi ndonjë tempull caktuar ku ja çojmë Zotit ushqimin, atë vjen e han. Zoti nuk han, as nuk pen, as nuk flan. Apo kush përfiton nga kafsha thërnjeri? Ose krijesa, nga lkura për të njeriu, nga domethënë ushqimi nga mishi për të njeriu, nga pjesë e mbetura për të kafshët, që animat sa mund të hajnë ato pjesë të mbetura. Andaj dua të them që nga tërësia e kurbanit përfiton krijesa, ndërsa nga devshmëria që ka motivuar dhe ka stimuluar thirrën është ajo që Zoti e kërkon për ne pikërisht thash si tregues i gatishmërisë për t'u nëshuar Zotit në çfarëdo mënyre që ai e kërkon. A është mëkat sot me ndal sakrificën në emër të etikës moderne, apo është mëkat kjo e dyta, me ndal sakrificën në urnat të Zotit në emër të etapës që konsiderohet moderne? Jemi dëshmitar në bazë librave historisë, në epoka të caktuara është konsideruar moderne vrasja, në epoka të caktuara është konsideruar moderne edhe qeshja e gladiatorëve. Mos e cila epokë ka ndërtuar ato organizat moderne. Është mëkat sot në emër të asaj kauzës së lëvizjes moderne, ndalet sakrifica, cila është shekullore, edhe apo është mëkat kjo e dyta, si të kërkohet në emër të një epoke, një situate moderne, ndalet pikërisht kjo sakrificë. Gjithçka duhet të jetë në shërbim të njeriut. Moderne është relative. Çka është moderne? Nëse moderne përcaktojmë në bazë të kalendarit, më ne që është huqje e madhe.
Ka shumë gjëra që nga kaluara janë. Andaj mora si shembull, si kemi pas për kaluara, se epoka caktuar si konzervon moderne, sot konzervon primitive. Njeriu që është përfshi nga kultura dominante, apo jo rreth është ndruar nga zotëriu në rob, është ndruar nga i liri në të burgosën, të rëbruar. Andaj duhet të them që nuk duhet që të manipulojmë me terme për të krijuar një gjendje, si më thon, mjegulluar tek njerëzit. A është bashkëore, është moderne? Po s'domon që është moderne është e mirë. Pse çka është moderne është e mirë? Kush e ka kriju këtë standard? Kush e ka bë? Po do të thash shoqërinë për epoka konsiderojnë se do të shkohen një grup caktuar me konsideron diçka moderne. Duhet me pas standard diçka tjetër. A mundet më mat feja, ritualet, besimi mbi kornizat asoj që konsiderojnë një grup i caktuar se konsiderohet moderne. Thatë ju është trut shumë pyetjen. Çka është moderne sot? Po është moderne është relative. Po normal, edhe për shembull modernia dikur vazhdon. Sa veti ka moderne? Nuk dihet, të ndron diçka. Unë dalë sot do them ju jeni shumë pleq, apo keni kalu modë ju, tash unë duam me modernën time. A mund të shpikun moderne për veti? Mund. Ama nuk është diçka e kapshme, nuk ka diçka vëlla fidan diçka që realisht mundemi ta ulemi me diskutu. Nuk mundemi apo. Po them prap, zakonisht prodhohen terme për të kriju më tepër mjegulli se për bosërime. Më tepër për shty agjenda të caktuara se për të bë dobi njeriu. Na jemi për më dobi njeriu. A qyna moderne, a klasike, a historike, s'më rëndësi, a i bën zgjidhje njeriu. A i ndihmon atij që të ndërton tokën, a i ndihmon atij që të lidhet me tjetrin, a i ndihmon atij që të ngrihet shpirtërisht. Çka është ajo që neve na duhet? Pikërisht të sarove shumë mirë, po s'kam çfarë pas shtruan një pyetje këtu. A është se Islami fleksibil karshi kohës edhe evolimeve? Apo janë do gjana, Islami ka mbjetu edhe të kalume edhe aty në epokave tërta të cilat konsiderohen për atë kohë konsiderohen moderne? Është fleksibile, edhe mund të ndryshohet se ka kërkesa, kemi pa besime të ndryshme si për shtatën e epokës. Bin ndesh me librat e tyre të shejt, pse Islami është pikërisht e kjo pjesë, edhe ka kuptim se ndryshohet. Dhe si komentoni këto kritikat e volim për shtatje, është fjalë e Zotit në rast se për shtatet fjala e Zotit me kohën. A mundem të sin tani më fjalë e Zotit ose? Dëgjoj. Duhet veç, unë jam shumë i ndihshëm në terme. E di. Kam dëshirë që ato mi pas qarta, pastaj bëna më vetë sa dush. Domthon, a është fleksibile? Është fleksibile. Ku është fleksibile? E ta ashtu më bëhet jon. Për çka fleksibile? Këtu më bëhet jon. Edhe a është një fe nëse është gjithçka fleksibile? A mund të jetë fe? S'mund të jetë fe edhe atë. Nuk mund të jetë fe diçka që qysh ki qeftin ta bëj ty apo. Nuk ka feja Zotit më, o feja epsheve është e njerit. Veç njerit tashme ka Zotit si arsyetim i brendshëm për me fik një kërkesë natyrshme që ka në raport me Zotin. Ndërsa Zoti është komplet abstrakt, komplet i neutralizuar nga jeta e njeriu. Nuk ka kjo Zot më. Zoti është që ka prezencë, është i gjithdijshëm, është ai që unë i them atij ti të më mirësone, që kjo Zoti jam. Se po nish tani unë bëna Zoti. Po pse më kona Zoti? Zoti është ai që më ka krijuar, që unë besoj se ai më furnizon, ai për mua kujdeset, edhe ai din më mirë çka më duhet mua sonë vet. Nëse di që të jenë në rregull, çka Zoti. Nëse Zoti jam flan, han, harran, u habitet, gabon, nuk ka Zoti jam, unë kësaj Zoti nuk du, as besoj fare në të. Ai do të kuptoj çfarë Zoti po don ti, kush është Zoti yt, edhe çfarë kërkesa ti po shuan me besimin në Zotin tënd. Kjo është më rëndësishme shumë. Asa njerëz shpikin Zot, pse? Për shkak se realisht nuk ka mundësi me e fik kërkesën e natyrshme për një Zot. Hajtë është të marrë një Zot i cili as nuk më prish konformitetin tëm, as rahatin tëm, as epshin tëm, po në fund ditës se kam një Zot që edhe realisht kallëzoj se po besoj diçka. Nuk është Islami kështu vëlla. Islami ka ardhur me rregullu njeriu, me mësu njeriu dhe me përshtat me çdo situatë. A ka udhëzime që e bën Islamin me u përshtat me kohën fleksibile? Po dyshim se po. Këto kanë qenë ka hamashme. Për shembull, dispozitat e udhëtarit ti në Prishtinë, ki më udhëtu në Bruxelles, ki më udhëtu në Washington. Apo? Hipotetike. Hipotetike është apo. Nuk gjinan. More bash ma gjiru, po nuk gjinan më rëlla. Se i përshtatësh rrethanave tua personale. A mund që mi të rritë, pëse më nësë më gjinu? Se rrethanave tua nuk janë për mu të ashtë tim pënuara. Prandaj çdo kush i përshtat rrethana ti. Kur që i përshtatja e rrethanave duhet të jetë në përputhje me njeriu, me kolektivitetin, me kohën dhe me realitetin. Mos të prodhojmë situata fiktive dhe në emër të saj tash të kërkojmë fleksibilitet të fesë për shkak se feja ka mjaftueshëm hapësirë për fleksibilitet, ka mjaftueshëm hapësirë për të qenë, domthonë e lehtësuar për personin, saqë asnjë nuk i bëhet barr. Asnjë nuk i bëhet barr. Sa herë ndonjë obligim, merr rregull këtë. Dhe po e them publikisht me plot përgjegjësi. Sa herë ndonjë rregull, obligim fetar, ja komplikon njeriu tjetrin apo ja vështirëson, më njëherë intron një obligim tjetër, ndërsa ky bie në nivel tjetër. Rregull ky. Ky s'është më obligim.
Tash duhet me qytë një obligim tjetër që i përshtatet situatës e tij. Sikur se thash për shembull, te çështja e udhëtarit. Normal. Lehtësimi. Normal. Edhe tjera situata ka shumë, po si shembull për unë këtë që ti e përmend. Hoc, po kthehemi te simbolika e kurbanit edhe haxhit. Çka ndërlidhen këto dy rituale mes veti? Udhëtimi drejt haxhit, përveç që është një obligim, konsiderohet si edukim shpirtëror, përmbushje e një obligime të Zotit, të trasur në obligime të tjera, apo sot konsiderohet edhe si udhëtim politik, edhe ekonomik? Unë e pëngoj, i shtrova 3 polemikat kryesore. Normal. Çdo adhurim me përmasa të këtina sikurse haxhi mund të trajtohet në gjitha këto pika që ti përmend. A mund të ketë kondicion politike? Mund të ketë. Njerëzit japin kohë çfarë dojnë. Individi si individ është veçëri politike. Normal. Ka mendim. Normal. Ndërsa në esencë të gjitha ato simbolikat, të gjitha ato domethënë flamujt, gjitha ato përkatësit politike ose çfarë do qoftë bin haxh. Për faktin se të gjitha kemi një tërë të veshur. Të gjitha kemi një kohë caktuar ku do të menajt. S'ka privilegje. Në dita sot është Arafatit, apo? Krejtërin, edhe mbreti i Arabisë Saudite me dorë me bo haxh, s'ka qale pa do në Arafat sot. S'ka për të më thonë nesër se s'ka kallabllak. Kështu këto bin gjitha përkatësit politike, përkatësit autoriteteve, do ndallimeve sociale, gjitha bin apo. Dhe të gjithë e kanë për obligim me vesh petkun e njëjtë. Petkun e njëjtë e kanë. Edhe thash mbreti, edhe kryetari, edhe sekretari, edhe i varfër të gjithë që shkojnë haxh e kanë petkun e njëjtë të veshur atë ditë. S'ka privilegje. Pra nuk ka për shembull ndonjë kusht, ne takojmë partisë të gjelbërt dhe ne si simbolik të saj veshim këtë pet. Ne i takojmë partisë të kaltërt, ne s'ka kështu. Të gjithë e veshin petkun e njëjtë, të gjithë kanë ihramin, të gjithë kanë këtë për treguar se haxhi te kalon të gjitha dimensionet e kësaj bote materiale që kanë ndiku në përqarjen, në coptimin dhe në ndarjen mes njerëzve. Është një kongres i unifikimit, i unitetit shpirtëror për ati fizik dhe është një kongres. Patjetër. Është një tubim i madh njerëzor ku njerëzit fillojnë t'i kthehen origjinës, t'i kthehen kuptimeve të duhura që duhet vazhduar me to pastaj pas kthimit nga haxhi. Për shembull, çka ka Muhamedi sa? Ka kush bën haxh? Kush që ka, në përën për haxh të pranuar. Po shkojmë atje me në pranë haxhi. Kush bën haxh? Nuk flet fjalë të këqija. Nuk skitet me akuzat askan, me shpiv ndaj kërkujt. Me në qmu kërkan. Nëse i thot dikush dikujt, në rend të pritën që ky i ziu, që ky i bardhi. Haxhi ti u zhvlerësua ko gjë shumë. Apo kupton? Ti edukosh me dash tjetrin, me respektuj tjetrin, me shuren apo. Sa na duhet kjo shkollë sot? Sot është edhe vetëm një kongres ku njerëzit janë barabartë, për ti ngjyrave dhe kombësisë. Normal. Një element është barabartësia. Një element. Ka shumë elemente që realisht aty ngërthehen dhe shndrohet haxhi për të një kongres, një shkollë edukative jetësore që mbrana pak ditëve njeriu ka shumë çka më mësu. Realisht ti atje kupton kush je. Ti atje kupton kjo jetë çka është, çka ja vlen më mundu. Çka e bën këto? Veni, shitësia e venit apo edhe unifikimi i njeriu, ndarja pikpamjeve, barazia thatë, si mbreti, si kryetari, kur do të që bën haxh, një barabartë, nuk i privilegj. Kemë bot njëtin ritual, kemë shku njëtin vend, kemë bot njëtin adhurim, ndoshta mundesh me kon në safi fundit atje krejt. So kanë diku, ne dim si të Malcolm X, pikërisht zhvillimi më i madh i drejtave civile dhe të amerikanëve kanë ndodhur pikërisht me haxhin e fortë Malcolm X. Vërtet. Dëgjoj, çdo sen që është prej Zotit, nuk ka ndryshe mundësi të jetë pos kështu. Domthonë diçka e mahnitshme, diçka në dobi të njerëzve, diçka me plot urtësi dhe plot mirësi të shumta për njeriu. Kështu është nga sa prej Zotit. Po të kishte më qenë nga njeriu, do të kishte më bë ndryrë të shumta. Edhe politike, për shembull. Për shembull, një vjet ndoshta kishte më bë haxhve saudian, pak më shlir, një vjet, për shembull, ose një muaj veç tap. Jo. Të gjithë bashkë në këtë kohë, ngosht, në gjithë kemi më bashkë haxh apo. Do të them që Zoti ka bërë. Është për te çdo kërkesë njerëzore për ta afirmuar vetveten, për ta promovuar vetveten, apo tash aty a ka hapësirë për keqpërim? Ka, normal se gjithmonë mund të bëhen tilla, apo por a ka lënë Zoti brenda ritualit këtë mundësi? Jo. Pse njëri keqpërdor, pastaj gjithmonë është pjesa njerëzore që e prish atë hyjnorën, apo por nëse i përmbam hyjnorës, ka shumë aty çka njeriu me përfitu. Edhe tek çështja shumë ritualeve në haxh, domethënë që kryhen atje, që përmend edhe çështën e kurbanit për shembull. Në haxh është interesant se haxhit nuk prin kurbanin sikur se prim na. Është kurban tjetër, kurbani i haxhit është ai, nuk është kurbani i bajramit sikur se joni. Është një kurban që ka të bëjë me ritualin, është një kurban që ka të bëjë me pjesën e
asoj që ata e kryen atë japën. Dhe lidhshmëria jonë që ne këto thirrën kurban, edhe ata thirrën kurban, nën kupton që në mos u bashkofshim në kuptim fizik me një vend, ne të na bashkojmë veprimet, le të na bashkojmë kuptimet. Dhe kjo është ajo simbolika e bashkimit të njerëzve edhe në largësi, koha e virtualitetit, koha për shembull e largësisë, po edhe e afërsisë. Sado që jemi larg, s'prish punë, na bashkojnë pikpamjet e përbashkëta njerëzore, na bashkojmë pikpamjet e përbashkëta humane, pikpamjet e bashkëta morale, edukative, që realisht kudo që jemi ne veprojmë në mënyrë të njëjtë, veprojmë në mënyrë të ngjashme me njëri tjetrin. Nuk jam unë një Enes në Kosovë, një tjetër në Kin kur shkoj shumë popull shqiptar, një tjetër jam kur shkoj diku tjetër, jo, ky jam ai. Ky jam. Unë mund të përshtatem rrethanave në bazë të veshjes. Dikur më aftoft, dikur më nxet, po në bazë të vlerave dhe sjelljes jam i njëjti, për shkak se këto parime të edukojnë që kudo që ti jesh dhe kudo që të sillesh, ti jesh realisht në përputhje me ato që Zoti e ka kërkuar nga ti për dobinë e gjithëmbashme dhe dobinë e njerëzimit. E shpjegoj fantazi, formën, udhëtimin dhe ritualin e haxhit. Unë kam shpesh shumë dilema kur i shoh për shembull kur harxhon shumë miliona drejt punës së haxhit. Aty ka drejt lider shtetnor, ministra, ministra, njerëz që mas 2-3 vjet e bën dikush në përmendjet botës. Tani që është ai pikpyetja që më shtrohet, nëse gjithë këto miliona harxhon njerëz për me zgjedh vetveten. Pse nuk po lindani asnjëherë që dilema morale ka shi varfënisë në botë, për shembull në Afrikë, në ato, këto. Çka është çka e pikpyetja morale ka njerëz që janë disa pikpyetje ose disa dilema. A do të gjithçysh që shkon has me rizgjedh vetveten? Pse nuk pozot asnjëherë që dilema e varfërisë, e solidaritetit botëror, ka shi përmendet çështën e Gazës. Sot po shohim çka ndodh. Vritën njerëz të shkunë prit ndihmat. Tutën shtetet caktuar me medalë, tutëm edhe na. Me reagu se me njerët shpallës jashtë jo kësi. Pse nuk zgjohet që kjo dilema morale ka shi varfënisë botërore? Ne e dim përveç Gazës kemi në Afrikë njerëz vdesin për ujë. Gjithë këto miliona, gjithë këto para atje. Pse nuk zgjohet që kjo kauza morale, nëse janë 2 miliardë, 3 miliardë të muslimanë sot në botë, nuk po zgjohet që kjo solidariteti ka shi krizave varfërisë globale. Fillimisht nuk kisha më u pajtu që... Unë i thashë, kom si dilemë, kanë në rregull. Nuk kisha më u pajtu që domethënë nuk ekziston fare, nuk është e ngjatur. Është e ngjatur. A ka individ që ndihmojnë po, a ka shoqëra që ndihmojnë po. Problemi është tek aspektet qeveritare. Po nëse i merr me milion, kishim me pas solidaritet sot. Nëse i merr 100 milion njerëz shkojmë në vitin hax, edhe në vend të shteteve prej vin, konsideroj se dosh me pas në lëvizje pak më madhe globale. Po, është vërtet, por veç të shkojmë një nga një. Në rregull, po ndezoj. Po e para për shembull, në aspektin e solidaritetit, ku po qëllon çështja? Po qëllon domthonë në politikat e caktuara që rresht pengojnë lëvizjen e njerëzve. Për shembull, hajde nëse po e hapim Kosovë, që qeveria me shpall, për shembull, një fushat humanitar për gazën, kimë pas apo bën? Po s'ki ku i qanë, si me kanë i qanë, ose që të përmanë, me njerë pozicionosh dikun ku ti s'ki që fara dhe rrini stepor, apo, ka marrë me qështë politike se qështë fetare, andaj ekspertë e politike e kanë ngulfat fetaren, si kurse politika të kishë mja, pa pësit fetare, të kishë me përruzu dhe politika dhe njeri, apo. Po politika nuk bën punë tilla për shkak se realisht i ndjek interesave të caktuara çdo kush në pozicionin e tij. Kjo është e para. Çështja e dytë është për shembull, çështja e dytë është njeri si qenie humane ka nevojë për trajnime të tilla sikur është haxhi. Sikur se tash për shembull, nuk mundemi ne për shkak të një krize krejt aktivitet njerëzor me mbyll. Për më thonë që po bëhet luftë në Ukrainë, po bëhet luftë në Gaza, unë gjithë pse na keshëm, pse na flajmë, nuk është, njeri është vazhdon aktiviteti jetësor. Ne duhet që tash ka shi një krizë të mobilizojmë, të ndihmojmë, por vazhdojnë aktivitet, shkolla bëhet qelë. Me të edhe luftë, na kemi pasur situata të edhin para luftës, kemi mësuar, po duke më bëjnë pa shkolla, pse? Fakti që na ka pushtuar miku, nuk do që duhet me pushtu këtë aktivitet. Ne duhet të luftojmë në ndërtimin e vetes tonë që na ndihmon pastaj edhe në qëllim. Edhe pikërisht shkollat e kanë vedisu qytetarin tonë që me luftu për këtë kauzë, apo xhamiat kanë qenë me rol të madh në këtë aspekt, edhe haxhi që ashtu. Domthonë, në këtë materializëm të egër, në këtë egoizëm të madh, mos më qenë edhe haxhi, çka më qenë situata. Në mos e ka perspektiva, mos më shkon haxhi që kishim bën njerëz, me dhon parë veç të parë. Jo, apo. Çato parë që i ka njëri në dorë, apo domthonë, besa që haxhi është ai që i lëviz në masë më të madhe me kon më human edhe më solidar. E pikërisht e thash, është e vërtetë që domthonë solidarizohet një njeriu, po flasim si problemi i lëvizjes globale, ka shi varfërisë pa drejtësi në botë, ku të bëjmë me politikat shtetërore, se sa me ka dëshmërinë e njerëzve që kthejnë prej haxhit, ose pretendimin si vendosen në punë. Ai është e qartë, normal, se nuk ka me njerëz. Jepja mundsinë kimë pa rezultatin. Jepja mundsinë kimë pa rezultatin. Na dim situata caktuara kur ka pas fushata caktuara të lejuara
për një çështje caktuar globale, njerëz që kanë ndihmuar. Edhe sot ndërruar ka njerëz që kanë miliarda të fituara dihet qysh apo që ata zeqat me dhon e mbulojnë sa haxhit bojnë haxh. Nuk ka çështja e një haxhiu që i ka mbledh 10 vjet parë shkon haxh njëri për shpirt vet, për Zot vet, për një lloj përmbushje zhvendësi, nuk ka met kafshata e gojës afrikanit të pare e këtij. Ne dim pare ku po shpërdoret, ne dim pare ku po shkon, fatkeqësisht më shumë, apo. Prandaj është një ndarje pa barabartë globale, ne dim edhe në kuptim me resurse, në kuptim me shfrytëzimin, në kuptim me paranë kështu me radhë. Kështu që nëse dona çertë mi trajtu si duhet mi marr të gjitha me që tavolinë. Por nuk është, mendoj që nuk është për shembull e duhur, atë nuk është zgjidhje që gjitha këto probleme globale apo ti mbledhëm edhe t'ia gjym qafë një haxhiu. Jo, unë si shoha te milionat që shpenzohen. Si kauz tash, a mundet mu zgjuar se ka për ty që ka lider. Tash është drejt pyetje, nëse e di si në Kosovë ka shumë politikanë që kanë kryhazin. Edhe është rëmpik pyetjen, pse nuk është një organizim për Gaza, nuk është për ato. Në Kosovë dhe shmi kemi njerëz që jetojnë në varfëni ekstreme. Shtrova si pyetje generale ose pa ngarkuazin, se është udhimi në Kosovë me këto në botë është udhimi jetës, njerëz me dekada të tona i ruajnë paret për me kry situatë. Nuk është, unë kanë po lexoj kanë po shoh në mediumet e caktuara, domthonë nuk është sinqerisht njerëzore, nuk është më mirë mia godit njëri ndjenet din në atmosferë si ka mbledh sa duhet arti më çumë gjyt në qoftë aty që pse si jep. Po. Unë shtrova si lëvizje globale, si njerëz që kanë ndikim, s'po flas me njëri tjetër, si njerëz që shkojnë që kanë ndikim politik, kanë ndikim në shoqëni, e shtrova si pyetje pak më generale. Nuk du... Edhe ma sharove shumë jesë, që jem lëvizje këto politike shtetënore, pa djave e kini jetin kur s'ka... Nuk du me hy në njetit e njerëzve, Allah fitan, por një që jemi bindën, që këto nuk kam asë një laj më dyshje, se në momentin kër njëri i kryin ritualet si duhet, kanë me pas ndikim të akaj domosdo. Nëse nuk kanë ndikim, dikun ka defekt. Jo veç me haxhin, me gjenimin, me namazin. Zoti ka përmend namazin si mjet që të largon nga punë të këqija edhe nga punë të dyta edhe të pahishme. Nuk largojnë qyre vëlla namazin tënë. Nuk largon qyre vëlla haxhin tënë. Apo kupton? Na ka kthyer Zoti gjithmonë për reflektim, ka shi vetes tonë. Jo domosdoshmërisht, apo kurse që shkon haxh, realisht bëhet ai më i mirë. Jo, ka këto që janë më të mirë se ai që shkon haxh. Nuk ja qesim në vullën e përjetshme të një epërsie fetare, besimi, kur e shkon haxh. Jo, e ka kryer obligim vetën, që kryer obligimet e mia të namazit, kur që më tepër. As nuk e bën më meritor më ul ndaj dikon, as nuk e bën më meritor më fol, unë kur kam qenë shpesh në haxh, ju kam thonë haxhive. Kur thënë në Kosovë veç haxhie, kush më shumë si, hoxh nuk e bë. Domthonë nuk dakon ty kur ulesh në për oda tash me ka dhënë dersi aty, me ka dhënë fetva. Jo, s'dakon ty. Për shkak se ti s'ke kryer shkollë për këtë punë, ti ke kryer haxh. Sikur son që ku kryej agjerimin, unë ku kryej namazin, njëjtë është edhe haxhi, është obligim nga obligimet. Para njeriu gjithmonë duhet karshi haxhi ti me reflektu në aspektin e tij personal, sa tash jam më solidar, sa jam më mirë me koshin tëmër, edhe ti gazon qyr koshin tu. Qyr vanin tan, qyr fidanin, qyr filonin festekun, çu sheme ta. Am ka përmirësu haxhi, e që kjo është ajo që na thret Islami. Këtu nuk mund të ngjallen këto thirrje për reflektim, për përmirësim pa lëvizje të tilla sikur se haxhi. Zoti ka bërë tilla rregulla, pa namaz nuk mund me aktivitete anësore, po janë të pamjaftueshme. Njeri nuk ngjallet, njeri nuk aktivizohet, nuk orientohet ka mira përveç se me udhëzimet hyjnore. Prandaj Zoti për këtë i ka bërë. Allah nuk i duhet as grumbullimin në haxh, as i duhet kërkosh. Ati nuk i duhet absolutisht, pse ai është i pavarur nga gjitha këto. Nuk i duhet ne atij, por i ka bërë gjitha këto rregulla për të mirën tonë. Shkon haxh, fisnikrohesh, pasurohesh, shpirtnesh. E kupton që dunia nuk ka kurrë. E kupton që nuk ka bekejt me pas në dorë. E kupton që ajo që të bën mundi mirë është kur të jap, jo kur të merr. Apo, ne na duhet të ndjena, ne duhet të ketë edukat e njeriu të formuar këtë aspekt. Ku formohet ky? Mund të formohet në xhami, mund të formohet në shkollë, por haxhi është shtyrje e madhe e këtij përparimi shpirtëror. Prandaj nuk duhet me e kontestu haxhin dhe me ndrit me aspekt tjera, për shkak se edhe ky haxh mos me kohon, edhe ky namaz mos me kohon, ku shumë kona. Për njerëz që nuk kanë mundësi, është rrugtimi i një besimtari, rrugtimi nështë të primë pashë shpirtëmarë para se më ballafaqohet vërtetën, që vërteta në këtë rast është vdekja. Qysh komentohet kjo pjesë? Shka nëse nuk ka mundësi një njëri me kry haxhin? Kurrë. Nuk ka mundësi, vazhdoj me ato që ka mundësi. Shumë është e thjeshtë, Fidan. Nuk kërkon që në dëgjë, nga kushtet e haxhit është mundësia. Mundësia materiale shëndetësore. Mundësia materiale shëndetësore. Që ka bashkësia islame ka filluar shumë bukur në viteve të fundit, domthon ata që janë të moshuar, do nuk janë të aftë vet, kanë kurzuar për sjelljen. Do më që baba në haxh, baba është shumë i vjetër. Nuk ka mundësi vet, okay, hajde ti edhe këshire babën tonë.
ose mos që haq fare, se nuk është obligim me shku për ta. Do më thonë, nuk kërkon feja me shku më munu atje, më zhagite, me të vladita, më është që të ka kopë zhegu i Arabisë, edhe, jo, absolutisht. Kipre me zemrën, të pengon nxehti, shkon haqkur. Veç duhet me pas dërsim mjekësor, jo ti me thonë diagnosë vetës ta spomoj. Jo, ko ekspert për këtë punë. Shkon kontrollosh, ai të jap perifi është i përket i thirrën, thotë ti aq s'bën me shkon haq. Në rregullim, kur mos shkon haq, ku është mi këto sens të ta. A mund po të hazi për të zgjallin, për nëse ka gjendje shëndetësore? Për të vdekën ma ke sfigu herë para një vjetë, 2 vjetë, dikun. A mund bëhet edhe për të gjallin hazi? Për shkak nëse në kushtet të shëndetësore nuk ja mundsojnë në shkun hazi? Nëse smundja është kronike, nuk pritet përmirësimi i gjendjes së tij, po. Nëse pritet përmirësimi i gjendjes së tij, qoftë me Sovjet, do të milion vetë me bë haxhin. Nëse s'ka mundësi, ja bojna kur vdes. Nuk është kurrë me nxitim. Vdekja në haz, ka pas polemike, patëm një rast të shprehim ngushëllimit dhe familjes, një rast një hazin nga Kosova ndroi jetë. Polemikat, këtu edhe kur të nisësh, thonë shkofshë më su kthefsh. Po, është një farë që është e kalumë ka qenë, të kalumë më shumë. Dëmonë, nuk është obligim fetar mi thonë dikujna shkofshë më su kthefsh. Jo, mara, po nuk është si formulim është pak i vrashtë. Shumë i vrashtë. Po, nuk është qartë. Hoz, vdekja në hazë, mustimi i trupave në vendet e origjinës, është bekim e vdekja në hazë, ku varrosen këta njerëz? Fetarisht është e kërkuar që një ku të zesë të varrosës, këtë toka është e Zotit. Nuk ka nevojë të bëjnë shpenzime, edhe në Gjermani me vdekjen atje varrosim. Nuk e lidhim punën veç me çështën e Mekës dhe Medinës. Njëri me vdekje edhe kudo qoftë e varrosim atje, pa pas nevojë me bë familjar shpenzime të kthimet të tij në vendindje. Përveç nëse ka probleme me varreza muslimane dikun ose ka të lashe, atëherë shikohet mundësi edhe me bar dikun në vendin më të afërt ku mund të përmbushin kërkesat fetare për varrimin e tij. Se për këtë vdekjes në haxh, është një princip fetar vëlla Fidan që thuhet me pas përfundimin e mirë njëri. Përfundimin e mirë me njërin pas. Tash, përfundimi i mirë është çdo përfundim që njëri realisht des duke qenë një punë të mirë. Apo duke nimu dikujt për shembull duke shku me vizitu prind, apo. Dhe njerëzit për kanë marrë disa çështje që veç kuptim masiv ju bën përshtypje, u dek në haxh. Po nëse dikur për shembull des, apo tu punu për kafshotën e bukës. Edhe kjo është dekje e mirë, se ka dosh njëri halal Allah, s'ka dosh me shku me vijë, s'ka dosh me keq përdor. Edhe kjo është dekje e mirë, ndoshta më e mirë sa ti që ka vdekur në haxh, për shkak se ka dalë për familjet vet për kafshot gojës. Andaj nuk duhet me bë vdekjen në haxh një vule. Ka vdek tash ti, ky vetë në xhenet shkon. Është një shpresë se vdekja me përfundime të tilla është realisht tregues se u ka njëri mirë. Për neve, por gjykimi suprem është tek Allahu manor. Ne nuk gjykojmë se ky njeri është xhenetli, përfundimisht për askë. As nuk gjykojmë për askën këtë botë është xhenemli. Nuk gjykojmë. Unë s'm pritoni shkofshë më su kthefsh. Jo, ajo shkofshë më su kthefsh, në formë është e vrasht edhe pse në motiv është e mirë. Në kuptim të asaj që menzon deka atje është po është më tepër që më thon një qef që ndërlidhet me dashnin për çapën, sa që ka të bëjë me diçka fetare që njërin e bën më të privilegjuar vdekja në çapë. Më aq sa unë kuptoj, nuk është privilegj i shtuar diçka, kjo, por a është përfundim mirë? Po. A është tregues i një përfundimi të mirë që shpresohet në të ardhmen të mirë? Po, padyshim, nuk mund këtë me mua, por a është privilegj i shtuar që mund të na bën me gjyku për të për përfundim të mirë? Jo, nuk guxoj me thon këtë. Po sa shti vjen si kretë arab shkojnë xhenet, se jetojnë në Medinë dhe u kry muhabeti. Atje ka të rifare. Po, hoz, po kthehemi pak te situata këtu. Një pjesë e madhe të polemikave botërore tash me inteligjencën artificiale, evulimin e teknologjisë, po dalin edhe sektet e ndryshme. Por një pyetje është, a përzisët Zoti sot edhe Islami sot ka shi nevojës gjeneratave të reja ose njeriut modern, besim njeriu modern? Edhe si argumenton zavendësimi kreti saj me asaj me trendin që është i krijuar për pak famë, për shumë pare, për ndikim edhe kur ndalen shumë ironike, fundi është prap vdekja. Po, pikërisht në dilemë që ti po e përmend, fatkesisht, kësot që njeri modern, fatkesisht. Po, e vërtet. Që nuk për nalesh me krejto, dëshmit mjaftueshme, sot nëse një inteligencë, edhe në ato prap dëshmit të tegëm një krijuar, por nuk jam njerëz kur ti. Është vërtet, na po flasim për njëri modern, nga çfarë aspekti? Ka kallëpi. Mëra që ata emra, që ata para 500 vjetë, na pengon zilia, urrëtia, padresia, na pengon një, çfarë ka pengon gjithmonë. Njëta virtyt. Normal, apo prandaj çore vet njerëzit që shumë e trumpetojnë këtë modernizmin, apo zakonisht në situatë caktuara ankohen me ankesë e njeriu para 500 vjetë. On ti ç'ki
Ka sene që njëri nuk ndryshon, është pa ndryshueshëm. A më kupton? Pra, historikisht njeriu i ka dhënë padrejësia. Historikisht. Në çfarë formë është ndaj tij, është tjetër çka. Andaj dua të them që njeriu modern në aspekt e teknologjisë dhe zhvillimit, Islami ka hapur rrugën edhe nuk përzihet, as tutje. Ndërsa teruan Islami është gardian i zemrës tonë, është gardian i mendjes tonë, që ajo mos prishet, që ajo mos ndikohet, që ajo mos çorientohet të devijon, e që pastaj të kalosh nga njeriu me përbërje humane, shpirtërore, sociale në një robot material, mekanik që realisht shërben qëllime të caktuara e nuk të shërben ty askush. Zoti ka krijuar ty me shërbi bota, jo ti me shërbi materializmit. Njëra prej debateve kryesore që po marrin në këtë moment në Amerikë dhe në Kanadë ka të bëjë me kryonikën, me një proces të ri ku shkencëtarët njerëz po dhojnë parë ka 200.000 euro, me ngri krejt trupin kur të vdesin, i shtin azot, me shpresën një ditë që kam i nxall shkenca. Keni një rast shumë i dhimbshëm, një në Kanadë, i vdes djali për shkak bullizimit, kish vendosur me shumë ngri, po thotë se po do m'ia dhoni shans. Edhe pse shkencëtarët me renome në botë po thonë se është e pamundun, sepse gjatë procesimit truni ka më dëmtu gjatë ngrirjes. Herdo 200-300 vjet. Nëse arrin shkenca, është e pamundun se truni dëmtohet. Në kohë garanci mund të rrit kujtesa hipotetike, po dalë prej njerëzve që kanë shumë dilema. Po ta është ripytin, s'ka nëse shkenca arrin me rinxall njeriu. A do të ketë kuptim feja? Si pyetje, mandej po të pyes te besimi tha ka arrin njeriu me rinxall vetën. Se ka pasur në kalumin, a dim se ka bërë me faraonët. Dëgjoj, çdo veprim i njeriu s'ka çare pa u motivuar nga pikpamjet e tij. Definitivisht. Po normal. Ato që e mendoj që ashtu edhe veprojnë. Mirë, pse ngrihet trupi? Për shkak se ata besojnë se njeriu është vetëm trupi. Edhe mendojnë që ky trup ka problem. Ne besojmë që nuk ka problem të ngrihet sa dush, për më shpirti. Nëse ai del çush kimi këtu çat shpirt. Nëse nuk beson në shpirt, ti kimi ngri trupin, se ti beson në materializëm. Besimi është materializmi, nuk është besimi për te kësaj. Andaj na besojmë që çështja është e një qelizë që ka shkuar. Hajde po tentojmë që ato mi ndru edhe këtu janë këtë çështje materialiste ka njeriu apo. A mund të kthehet shpirti, se kjo materializëm, se po ta ngri trunin ti rry kujtimet, më bë transplant. Ma çka po të më thonë? Kjo nuk është veç të ndojmë mes asaj që është shkencës dhe që është ideologji. Se shpeshherë edhe shkenca është e ideologjizuar shpeshherë. Definitivisht. Po ndodh. Kështu që na të mendo, çka është shkencore, çka është ideologjike. Ideologjike diskutojmë në rrafin ideologjik. Shkencore është shkencore, dihet çka bëhet. Andaj ngrirja e trupit njeriu edhe tendenca për ringjallje nuk është domen i shkencës. Ringjallja e jetës nuk është domen i shkencës, apo thon. Është domen i kërkesave njerëzore. Ja kus njerëz. Po, normal. Po që ka të bëjë me brendin e tij. Me brendin e tij. Apo, e tash ti, kjo është ajo pjesa e padukshme. Ku është ajo që njeriu e don atë? Është pjesa e shpirtit të tij, është pjesa e egos të jepshit të tij apo. Andaj çka po të më thonë? Po të më thonë që ti po don komplet me u fokusuar te materiala për me shërby përmes të dukshmës pa dukshme që si beson ti. S'munësh. Po gjithë shkencëtarët, gjitha procesimet janë që po dëmtohet trupi edhe truni. Po s'më rëndësi, veç po kupton logjikën. Po kupton logjikën. Domthon, cila është ajo pjesa që po don jetën? Dora çka do mërnu? Cila është ajo pjesë që po mban unë po do mërnu? Shpirti. Po shpirti. E egoja, epshi, a duket ajo? Ai nuk duket, ai përjetohet. Përjetohet, përsa ata tendenca me ruaj kujtimet edhe në rregull. Ndihimi i trunit. Në rregull, vetë nuk un po flas për logjik. Po logjik. Po çfarë është logjika? Domthon, na po dëra me shërby të padukshmës që se besojmë përmes dukshmës që i besojmë. E pamundshëm është. Apo kupton? Do të më besoni të padukshmën që ne keshë, pastaj kthyrim që e padukshmja akoma si mungri, jo e dukshmja. Apo pse që e padukshmja është problemi. Nuk ka problemi dukshmja. Njeri nuk është koma e tij, nuk është veshi i tij. A më kupton? Njeri arnon njeri pa vesh, pa dorë. Apo kupton? Domthon jeta nuk është dorë, jeta është diçka për te kësaj. Na kemi pa njerëz që transplant zemra po bëhet. Domthon shen ka zemra, nuk shen ka as lungthi. Këto gjën të mosh me tjekën e të bën njeri jetën, apo kupton? Po shpirti. Apo diçka për te kësaj. E në çto ngrirje, çka po ngrihet? Trupi. Atëra klutna. Ajo që ka, ajo po dhe në këtë procesim ka shkencëtar me renome po thonë se është e pamundur, hajde nëse po arri ka shkenca. Hajde po themi krejt, po themi në rregull trupi, po çka bën me atë trup ti? Çka bën ti me atë trup? Çka bën me atë trup? Çka i kthehet nëse për shembull, çfarë dallimi ka? Çfarë dallimi ka për shembull, nëse një trup rrin 3 ditë edhe rrin 300 vjet në kuptim të jetës. A beson se shkenca një ditë me rinxall, me gjithë çështjen e besimit qeliza, ato të brendshme shpirtërore. Zoti ka përmend Kur'an. Ka shumë është e bukur e shpjeguar. Edhe më ka pëlqyer domthon ai shkencëtari Jeffrey Lang, që po musliman pikërisht pikësaj perspektive po thon. Ka lexuar për Ademin alayhis ka thon, çu ka jeta. Çu të zotë pas shpjegoj këtë jetën e kom kuptuar përmes Ademit alayhis salam. Se s'çen ka jeta xhenet, po ka vujtje, ka mundime. Si kom kuptuar çto mundime edhe realisht e ka mohu Zotin. E po domthon që Zoti ka pranuar në fillim se Ademi alayhis salam është futur në xhenet.
Zoti ka qëllimisht për me shpërfaqë disa aspekte njeriu që kanë më dashur kur vjen në dunjë. A më kupton? Si është Islami për icinoz? Si sfidë, si dhuratë që e jep krijuesi, apo si sfidë që duhet me zgjedhë në trashkenca? Jo, si kërkesë njeriu që Zoti ja ka përmbush. Kërkesë njeriu që Zoti ja ka përmbush, po. Shejtani i ka thonë Ademit alayhisalam, ha nga kjo pemë, në garantoj se kemi koni përjetëshëm. Ne ka ditë ku me prek. Si ka unë ka me takuit, si mund të kur. Ja, kemi koni përjetëshëm. E ka prek në pikë në përjetësis. Se është keni nevojëzitare njeriu për me zgjedhë përjetësi? Apo është imbun vetëm besimtar? Cila është përjetësia? Ta shtrot pyetja, është përjetësia këtu, apo është përjetësia atje në bazë librave të shenjtë, në bazë Kuranit, Islamit? Cila është përjetësia ose? Zoti e ka kriju njerin për xhenet. E ka kriju për një përjetësi të këndshme, për një përjetësi të pavojtje, pamundime. Për çfarë ka kriju njerin? Mirë, po e ka sjellë në këtë botë që tashmë jo në mënyrë të dhuratës me fitu, po në mënyrë të meritës dhe angazhimit me fitu. Përjetësi. Dhe përjetësia nuk ka mundësi që gjithçka në këtë botë tregon që po shkon kafuni. E ke pa shkencëtarët po thonë dielli po shkon kafuni. Apo gjithçka në tokë ti po e sheh që simbolizon përfundin. Madje edhe zhvillimet e përditshme ditore që ne i shohim përrethnesh tregojnë se ka fund. Dita sot do të më fort, dielli sot do më të pjek, vije nata dhe perëndon. Tregojnë nata sot do më kone ertë, e zymt, e mbyllët, vjen dita dhe e largon. Gjithçka në këtë botë tregon se është proces në lëvizje, në proces të ndryshimit të vazhdueshëm dhe në proces të shkuarës drejt një humbje dhe përfundimi. Gjithçka që ashtu, edhe njëri që ashtu, është të shkuar. Ka në shenjat e përfundimit botës ose? Përfundimi i botës ka disa faza. Përveç ndryshimeve klimatike dhe këtyre zonave, cilat asociojmë Islamin si para Islami. Çdo ditë që ne kalojmë, ne afrohemi kafuni. Kur është ky fund Zoti e din. Po Zoti ka lënë shenjat mëdha, ato s'kan ende dhe jemi larg prej tyre një herë, andaj ne nuk duhet se mos zhvendosim nga tema përjetësisë, duhet të them që Zoti e ka mbjell tek njeriu dëshirën për të jetuar. Por për të jetuar në jetë pa dhimbje, pa mundime, pa ndarje, ase këto e bën jetën e vështirë. Andaj kjo është e mundshme vetëm në xhenet. Nuk është e mundshme askund tjetër. Sot që neve na duket xheneti imagjinar, abstrakt, ai është real, ai është konkret, ai ekziston. Sa më herët këndellemi, ka shtik të realiteti, kena me pas jetën dunja më të lehtë edhe për më të mirë. Ngushtim më të mirë se xheneti nuk ka. Ngushtim real, jo ngushtim iluzionar, jo real. Ti të ka vdek baba, ka vdek nona, s'kemi me ngri kurrë. Takohemi nesër inshallah në përjetësi. Apo është diçka e këndshme që Zoti ka bëu që jeta në këtë dunjë me gjitha vujtjet që i ka dhe mundimet dhe mirimet që i ka, njëri me gjithmonë një hapësirë të shpirtore të brendshme që nuk ka mundësi më ngulfat materializmi asnjëherë. Mundesh më jashtë më ngulfat, mbrana je i gjon. S'është ngulfatën sot spiritualiteti dhe besimi karshi materializmit. Na po jetojmë edhe në Kosovë, në gjithë traditën që kemi edhe fetare, në gjitha besimit që kemi, sot jemi disa trende të tjera, po flasim për një trend të ri, si thatë kallap, na një vujtje, një qëllim por për shtatën. E kryon, del dikush e kryon një farë trend dhe kryot këtë trend. Sa për rrezikon sot? Sa për rrezikon sot spiritualiteti ose ajo që konsiderohet e jonja, njerëzorja, karshisë dhe këtyre zhvillimeve, materializmit, respektit, që veç që ki pare, kësa i kanë ngulfat sot? Si shosnim, po flasëm si shosnim, andaj po dalim për fund do zhvillimet fundit që po ndodhin në botë. Jo që kanë ngulfat, materializmi ka pushtu shpirtënorën, fatkeqësisht. Është pushtim që kërkon tash rezistencë shpirtënore me dëbu pushtuesin. Ka problem në demarkim, ke po në demarkacion e kanë pas koqet të lashë. Ka problemi ti. Edhe këtë këna problem me demarkacion. Domthon shpirti është kur në raport me hapësirën materiale. Do të më dhon pak hapësirë. Apo kupton? Prandaj jeta është ngulfatur për shkak se realisht e ke ngulfat ti vetveten tonë. Islami nuk kërkon asnjëherë që shpirti me ngulfat materialen. Edhe kundërta. Çdo debalans në jetën e njeriu realisht Islami e kthen në balans. Edhe atëherë kur, shiko, këto njerëz nuk e kuptojnë kështu. Fatkeqësisht, por duhet me kuptuar se është e vërteta. Në momentin kur shpirtënoria do më ngulfat materialen deri në nivel të dëmtim njeriu, duhet shpirtënori me kufizuar me këty ball. Nuk bën. Po unë sevap te Zoti, sevap edhe kështu. Nuk bën. Për shembull, dëshira për më fal natën, më pengon nga gjumi jam, që në sabah shumë i pushueshëm, që më japë punu, s'bën më fal natën. Megjithëse sevapin që kam fal natën. Am kupton? Agjërimi çdo ditë i ndaluar është. Nuk bën me gjë ditë për ditë. Am kupton? Agjërimi sa ka vlerë sa nuk bën. Nuk bën me shkon hax e njerëzve i ki para barç, nuk bën. Dush me këtu njerëz e borxh pas shkon hax. Am kupton ka rregulla që realisht edhe e mundsojnë jetësimin e duhur të aspekteve shpirtërore.
Kërë që edhe tek jeta jona. Po thëmë, edhe me konë se situata për shembull, po thëmë hipotetikisht, se situata njerëzit për shembull e kanë lënë bukën, gjithkush e ka marrë kaj hiset dikun mal u shku apo çka kishme hoxhallarët? Kthenu në dunjë, kthenu punoni, do dunjon, kishme qenë ligjërimi për dunjë. A më kupton? Për shkak se problemet e njerëzve janë në raport me dunjon. Po më një njerëz e ka pasur shumë dunjë, do të thotë ndonu pak se edhe pak jep një hapësirë kësaj tjetës. Domethënë që kanë njerëz nuk e kuptojnë ligjërimin e xhallarëve ku dominon aspekti shpirtëror për shkak se ka dominuar aspekti material. Por me këtë balancë duhet që me e dominu ligjërimin me aspekte shpirtërore. Kjo është debalanci i shkaktuar. Dhe pikërisht dominimi i materialit mbi shpirtëroren e ka bën njërin që mos me gëzu as materialin as shpirtëroren. As shpirtëroren. Kemi alga 2 minuta të fundit, por du më kthimi në trend. Tash nashta njeriu, i vëllimi i teknologjisë, jeta moderne, mungesa një baraspeshe, ka dhënë mundësi edhe të kalumin edhe sot krijimin e sekteve të caktuara. Për shembull në lëvizjen në Amerikë që ka dalë është me pikpamje shiite. Ai kryesori i saj ka lindi ka fillu agendën e tij, promovimin e tij në 2002-2003 në Basra në Irak. Sot ka dalë një pasar si tina po thotë në Amerikë, po veshët pak modern, një kapus, një aktor që kishte dashur karrierën e vet, edhe po thotë jam imam mediu. Fundi rreziku për lajmërimin islamin për profetët e rënd, që i përshtatën ju thatë, nëse i përshtatë me egos tonë e livizate, nuk është më zot, nuk është fjallë i zotit. Përshtatja ka shkistojtate edhe çka parashej islami për profetët e rënd. Çdo pretendim për çka që nuk takon është haram. Me pretendu se ki dije për çka s'ki dije. Me pretendu se takon kjo se nuk takon është haram. Edhe kjo shkon tash duke u ngrisë shëmtueshmëria varësisht edhe nga ndikimi. E më e keq që është me pretendu se je i zgjedhur një zot nuk je ashtu. I zgjedhur një zot nuk je ashtu. Për shembull, atë që në islam është ndaluar me vesh petk që e shpërfaq devotshmërinë tonë në raport me të tjerë. Për shembull, unë tash më ol me tesha të caktuara që kjo ka dhënë se sa i devotshëm. Haram është. Nuk bën ti më dallu me tesha duke shpërfaqur devotshmërinë tonë. Po do të me tesha që realisht janë përputhje me devotshmërinë, po jetë tesha që promovojnë devotshmërinë. Besoj që dallon kjo mes njëra me tjetrën. Andaj këto njerëz për shembull me vesh diçka, me pranoj diçka që se ka është një inxhinier, atje ky tjetri aktor, rreziku dhe perandimi islamit në momentet e fundit për profetët e rënd. Tash s'pa dosh me shtim në teoritë konspirative, ato s'ka propaguar. S'ka përlemra. Mehdiu të shetet ka një tjetër kuptim nga Mehdiu që na besojmë se ehli sunne, se sunni, kemi dallimet noja. Te ata Mehdiu ka kompetenca të jashtëzakonshme, te ata Mehdiu ka përfitime noja, me me besu që Mehdiu ai ka gjë punë mirë ka mos tani apo. Nuk ka sikur se Mehdiu jon apo. Te Mehdiu dhe me dal për më ai ka dokumentat kufizuar. Gjithmonë na e marrim në korniza njerëzore, asnjëherë nuk jepim tipar hynore. Tek Mehdiu i shitve ka të lashe, ka të problem, është më ndryshe, më hynor, se sa që është njerëzor. Ka kompetenca ka gjatë noja. Kur që gara për me u shpall Mehdia ti ka gjë është atraktive, ka gjë është interesante. Më shumë se sa te Mehdiu jon. Edhe pse te Mehdiu ka pas dhe ka gjithmonë ganjera tendencë që dalin. Mund vinë të xhamia, para mëna. Mund vinë ka njerëz, ka hoç besom se unë Mehdiu. A den që më kanë ardhur njerëz? Përbes. Po valla. Sa mamre, më ka një prind, besa, me një djallë, s'po du me prem pika, ka ardhë, shqiptar, joni, apëtën, djalli 25 vjeqarë, zikon, apëtën, baba e ti qante, sa mu ka dhim të, apëtën, djalli shkutën komplet, nga gjithë që ka një Mehdiu, ju s'peti keni me po kushemone, djallë nuk jeti Mehdiu, është Mehdiu ka marrë kohë tjetër, sa shke kohë ati, është tjetër njeri, vëlla, nuk ka ktheu jetës normale, ktheu, edhe, jaja, thak, bëllim thëke, kërësën të, ma mirë këtë ke besëm thëke se kime pa thëke njëse që ka komendur, më ka një gru më ka arra, për me shamije, mbulu të gjamije, unë më tha kalor se Mehdiu të apëtën. Unë tash nuk një kuptimi kalor se nështë generali ushtërisa, kujtë që vata, që ta kemi respekt për ty, tha na shumë edhe dim që tash në kuptim të autoritetit, po të ftojmë para kohë që të në bashkanishtë. E shumë familjare, pëse ke hoqë, nuk ka mirë, apën. Zakonisht ka probleme psiqike njëri, apën. Kalëm e një botë të tërë imaginare. Jashtë ta realitet, edhe ta shfillon me shpall diçka që nështë i duket pak ma më përputhe me gjenet i brendshme. Andaj këto pretendime janë të rrezikshme. Nuk mund një besuti masët gjërë njerëz e një që ka shërgullime mendore vëlla psiqike. Pyetja fundit ose. Jemi me këto zhvillime geopolitike, frika për një luftë bërthamore, tash morë gjithandej, lojmi kryesor. A mund njeriu tash katëroj vetë botën? Apo dhe kjo është në urdhën e Zotit? Ai që nxjerrot përfundimi final, finalizimi. Zoti ka mundësi njeriu me bë dëm. E ka mundësi. Por ky dëm nuk ka mundësi as me të kalu, domethënë ato që ka Zoti jep leje. Nuk mund njëri kur kiametin me bë.
S'munet. Mund një nuk kemi, nuk ka mundësi, shiko. Edhe pse me bomat bërtamore, me kohët bërtamore 4 herë e marrojmë edhe prishëm të njën. Yes. Po, dëgja, këto insane të cilat tash, unë nuk më i kuptim e shkencore me Jo. por dallon me e pas. Edhe dallon me prek. Po. Po, Që para se me prek, njeri më në mos pari projektin e ti që bëhet, që ka do pengesa që nuk lënë zoti, bashkë ashtu këto po mu zhvilluar. Po, është nasis dhe ermen të pasë, faleminderit shumë për komin zërat. Është nasi me përmbyll bashkë këtë javë dhe këtë festë. Faleminderit shumë për komin. Faleminderit se për të kënaçi, pak më betë relaksum banëm, po. Faleminderit shumë. Si zakonisht temat mira, thella, të rëndësishme, faleminderit shumë, shpresoj që shikuesit kanë përfituar. Edhe një herë urime kjo festë, e gëzofshim së bashku gjithmonë edhe inshallah lëmet mira në rrafshe tjera mos vajrojmë.